Kombëtarja shqiptare do të përballet me dy sfida të ndryshme nga njëra tjetra në muajin qershor, ndaj Serbisë dhe Letonisë, të vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Duke parë rëndësinë e tyre, mundësia është që trajneri Silvinho të kumbullojë 26 futbollistë për këtë ndeshje, duke marrë parasysh masat për transfertën e largët të Rikës, në të cilat do të duhet tritit pas ndeshjes me Serbi në arena kombëtare. Dy ndeshje delikate e para me një ngarkesë emocionale dhe më pas një përballje me një Letoni e cila ka treguar se mund t'i hap punë çdo kombëtareje. Megjithatë, në fillimin e javës, braziliani Silvinho do të publikojë dhe listën e lojtarëve që do të angazhohen në këto dy takime. Për t'i prekur pak repartet, në mbrojtje Shqipëria ka një grup të fortë lojtarësh me emra si Gjimshiti, Ismaili, Kumbulla dhe Ajeti, të gjithë në formë të shkëlqyer, pa haruar Tutem Mihajin, ndërsa Mario Mitaj, i cili ka qenë pas tëmtimin, do të rikthehet në krah, dhe Aligi, në paraqitjet e fundit, e meriton një ftesë sërish, duke Diego Randi atrojnë. Balliu dhe Hysa janë dy alternativat për krahun e djathtë të mbrojtjes. Në mesfush, Laçi, Aslani dhe Ramadani janë të sigurt, por tre të rinjt, Bajaziti, Berisha dhe Shehu, kanë mundësi të gjejnë vend në listë. Sa u përket lojtarëve të krahut, Hoxha, Bajrami, Muçi dhe Hasani pritet të përfshihet, ndërsa me pikpyetje është Aulan Seferi, i cili u la jashtë në muajin mars. Po ashtu, duke parë formën e topët të Bajramit, Silvinho mund të kthesë syt nga Anis Mehmeti, megjithëse është një pozicion që ka trafik. Po ashtu është përfolur për Baton Sapergjën e Dinamos, por në këtë moment duket si pamundur një kalim te Shqipëria. Në sulm, dilema më e madhe mbetet zgjedhja mes Takut të Uzunit, me dy të fundit që janë në balotazh për një vend në listë. Po ashtu, Proja dhe Mana janë lojtarë kyç që do të kërkojnë të luajnë një rol të rëndësishëm. Një rikthim i mundshëm i portierit të Trik Perisha që po luan në Suedi mund të shtojë një mundësi të re për Silvinjon, ndërsa së fundmi është vëshkuar dhe Sergio Ujkai Ignatias. Mesfushori me tipare sulmuese është ndjekur nga afër disa herë prej stafi teknik të kombëtares dhe nuk përjashtohet një kumbullim në këto dy ndeshje.